Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas daljes nga shtëpia, Danja i jep fund marrëdhënies së saj me Redin. Në ndajnë shumë pak minuta nga fillimi i finales së madhe, e cila është ditën e sotme. Në tapetin e kuq, i cili po mbahet në një maraton me të gjithë ish-banorët, ku po bëhet një mini intervistë të gjithëve, një ndërto sigurisht që nuk ishte si të mungonte e bukura Danja Koka. E pyetur nga moderatori Ronaldo Sharka në lidhje me Redin, ai u mundua disa herë të shmangej pyetjeve që kishin të bënin me të, duke ndruar direkt temën e bisedës. Ky veprim është komentuar nga fansat si një veprim që tregon se ajo dhe Redi i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Gjithsesi, për ta konfirmuar, duhet ta konfirmoj vetë Danja ose partneri i saj publikisht.